Pas hapësirës muzikore dashëmiq do të shkruaj në një letër anonime, po jo dhe aq anonime, sepse është shoqja ime Ana Cara, e cila është një vajzë e talentuar që boton libra, është apasionuar pas artit, e kemi thënë, pas muzikës. Ne ka dërguar një letër, po ke di regjia, e kemi gati. Apo jo? Po, do të presin? Po. Ta fillojmë? Do të duhet shumë të pres. Do të duhet shumë të pres. Sa duhet të pres? Zemra re, pres të vish ti. A do të vish? Do të telefonosh? Ndihem e ndrydhur me veten. Përftyroj sikur do të përqafoj. Atmosfera asaj kohe kishte qenë të rritë me buzëqeshje, që zakonisht ti i përcjelli në zemrën time. Këtë muaj ta dish. Ka jetë pas kësaj. Do të telefonoj shpirt. Sa po të jem aty? Për hë jem larg. Por të ndjej. E di. Këto vërtisja në mendje ato qaste. Një pik loti ra, por efektin ai e bëri tek unë. Si qëllim, në zemër, ndoshta metaforë si vëgim. Ti shkrua një letër, dua të shëtis këto ditë. Së ndjen mirë. Nuk më ndjen, se kam mendjen të vetmi mendim të qastit. Sa bukur Ana Cara. Bravo. Dhe